Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës. Sot jemi në kishën e Shën Thomait, në këtë kishë 95 vjeçare, ku po kremtohet dita e veçantë, dita e bekimit të ikonave, ankandi i ikonave. Është mesha e së dielës, besimtarët kanë ardhur në këtë kishë të re, në shpirt, në këtë organizim të ri, të këshillit të ri të kishës, i përbërë nga 7 antar, të cilët kanë marrë përsipër që kisha shqiptare e Shën Thomait të mbetet e tillë që të ketë sa më shumë besimtar, të cilët të vinë jo vetëm për ritet fetare, por dhe për organizime të ndryshme. Ne ishim këtu me kamerat tona për të marrë opinionet e ndryshme, jo vetëm të drejtuesve të rinj të këshillit të kishës, por dhe të besimtarve, të cilët do të marrin pjesë në ankandin e shitjes së ikonave dhe në veprimtaritë që do kryen me këtë rast. Kisha e Shën Thomait, një kishë me histori që po rilind, që në orët e para të mëngjesit, obori i kishës gumzhinte nga zërat e familjeve shqiptare që përshëndeteshin mes tyre, për shumë prej tyre. Kjo nuk ishte vetëm një meshë e zakonshme së dielës, por një rikthim simbolik të rrënjët shpirtërore dhe kulturore. Kjo kishë që prej gati një shekulli ka shërbyer si vatër besimi dhe identiteti për emigrantët shqiptar, po hyn në një fazë të re, me ardhen e At Eugene Shkurtit dhe me angazhimin e këshillit të kishës, numri i antarëve është rritur ndjeshëm, ndërsa projektet për të ardhmen janë më ambicioze se kur. Në predikimin e tij, At Eugene theksoi rëndësinë e unitetit dhe trashëgimisë shpirtërore. At first, it probably felt exciting, but the gospel tells us the truth. The far country always lends to emptiness. The money runs out at some point. The friends disappear. The heart becomes empty and hungry. And there he is, from a prince, now a servant feeding pigs, starving alone. This is what sin does to all of us. It promises life, but it leaves us empty. It promises freedom, but it makes us all slaves. But then comes a turning point. The gospel says he came to himself. He snapped out of it. He came to his senses. Repentance begins here, not with shame, not with fear, but with awakening, realization, with honesty, with the courage to say, I am not where I belong. This is not who I am. I am far from my Father. How many today feel this hunger, this soul? How many feel distance from prayer, from peace, from God? Perhaps we are in the church, but our heart is far away from it. Perhaps we have grown cold. Perhaps we have fallen into habits we thought we would never fall into. The good news of this Sunday is this: no matter how far gone we have gone, the road back is always open. The Son even prepares a speech. Father, I have sinned. I am not worthy to be called your son. But something unexpected happens. The Father does not wait for him to reach the house. The Father sees him from far away, and the Father runs. Kisha nuk është vetëm një ndërtesë, është zemra e komunitetit thai, ku e mbajmë gjallë atë, mbajmë gjallë dhe gjuhën, kulturën dhe besimin tonë. Fjalët e tij dukeshin se gjenin njehon tek të pranishmit, shumë prej të cilëve ishin antarë të rinj të ardhur me dëshirën për kontribuar në një kapitull të ri për këtë institucion historik. Të dashur teleshikues, pas meshës ne takuam edhe priftin e kishës ortodokse, Eugene Shkurti, e pyesëm atë për mbarvajtjen e kishës së Shën Thomait, për veprimtarinë e saj dhe për krijimin e këshillit të ri të kishës. Im zot Eugeni, çfarë është
ceremonial i sotëm, jo vetëm mesha, por dhe bekimi i ikonave, dhe do deshëm të dim disa fjalë mbi këshillin e ri të kishës. Atëre, faleminderit shumë Rafael edhe televizionit tuaj, mirë se ardhët. Uroj të keni një të diel të bekuar e të mbarë. Për sa i përket pyetjes suaj për këshillin edhe për këtë ditën e sotme, direkt pas liturgjisë, ashtu siç edhe ju e shijuat edhe e patë, kishim betimin ose swearing in të këshillit kishtar të kishës sonë. Janë 7 antarë të kishës sonë, të cilët janë të rinj në detyrë, jo të gjithë kryesisht. 2 prej tyre kanë shërbyer edhe vite më përpara, por pjesa dërmuese janë edhe njerëz të rinj, edhe njerëz që do shërbejnë për herë të parë për këtë vit të 2026 në këshillin tonë. Direkt pas liturgjisë kishim gëzimin të bënim atë betimin, që është një ceremoni shumë e shkurtër, për të cilën antarët e kishës vënë dorën e djathtë të tyre mbi ungjillin dhe bënë një betim solemn përpara Perëndisë pikë së pari dhe pastaj përpara gjithë asamblesë dhe gjithë besimtarët e kishës sonë, të cilët betojnë që do jenë të drejtë edhe punëtorë të mirë përpara Perëndisë dhe përpara grigjes sonë, për mbarvajtjen e kishës dhe për të ardhmen dhe të tashmen e kishës sonë. Kisha një pyetje, shërbimi kryhet në 2 gjuhësh edhe shqip dhe anglisht? Patjetër, ne jemi në Orthodox Church of America, edhe sigurisht gjuha e parë është anglisht, por sigurisht nga që jemi edhe kishë shqiptare ortodokse në Amerikë, patjetër që do ketë edhe shqip brenda në adhurim. Përpiqemi të kemi një balancë mes të 2 gjuhëve që të kënaqen të 2 palët e besimtarë, edhe amerikanët, edhe shqiptarët, edhe të rinj të tanë, të cilët ose flasin ose jo shqip dhe anglisht. Kështu që po përpiqemi të kemi një balancë sa më të mirë. Cili është pikësynimi i këshillit të ri? Çfarë duhet të bëjnë më tepër? Ju thatë që keni disa antarë të cilët shërbejnë për zgjerimin e grigjes, për thirrjen e mëtejshme të besimtarëve. Atëherë titujt që mbajnë gjithë secili prej tyre është presidenti i këshillit, i cili detyra e tij është një nga kujdestarët e kishës, edhe kujdeset për shumë gjëra, për komunikimin me njerëzit, firmos gjëra, merr vendime, gjithmonë bashkë me këshillin. Kemi zvendës chairperson ose zvendësin e tij, i cili në mungesë të tij bën gjithë punët e tij gjithashtu po njësoj. Arkëtarin ose treasurer, i cili ka në kujdestari gjithë arkën e kishës, kujdeset për atë, llogarit ato të ardhurat, shpenzimet, edhe gjithë financat e kishës. Është sekretari i cili mban minutat e çdo mbledhje që kemi, çdo gjë që ka nevojë, është si të thuash zëri ose zdënësi i këshillit, edhe për çdo gjë e mbulon sekretari ose sekretarja në këtë rast. 2 të tjerët janë për outreach, për të komunikuar si dhe brenda, si dhe jashtë me besimtarët e kishës sonë, edhe ortodoksët e tjerë që nuk janë akoma pjesëtarë të familjes sonë në këtë kishë, edhe për të organizuar gjithë eventet e kishës sonë. Ju bët një lajmërim interesant për të rinjt që duan të shkojnë në Shqipëri. Përse bëhet fjalë? Atëherë, kisha ortodokse autoqefale e Shqipërisë, si çdo vit organizon kampe verore për të rinjt e saj. Dhe kjo është diçka që ndodh çdo vit, këtu dhe shumë vite me radhë, dhe ka ftuar gjithë të rinjt edhe tanë të kishës sonë të Peshkopallës ortodokse shqiptare në Amerikë. Kush është ndonjë i ri ose e re që interesohet, mund të bashkangjitet me katekistat ose personelin shqiptar për të qenë këshilltar kampi ose këshilltar grupi e të ndihmojë me organizimin dhe me zhvillimin e kampeve verore që zgjatin rreth 17 ditë.
Okej, po udhëtimin kush e merr përsipër? Udhëtimi do të jetë piknisja nga Bostoni, atje ku është kryekisha sona e Shëngjergjit, dhe pasi të kenë bërë të gjitha ato background checks dhe të gjitha dokumentacionet gati, çdo person që do shkojë dhe do caktohet për të vajtur, të gjitha shpenzimet si të udhëtimit, si edhe për të qëndruarit në Shqipëri janë të gjitha të mbuluara nga Fondacioni i Studentëve të Peshkopatës sonë ortodokse shqiptare në Amerikë. Ju faleminderit dhe do të takojmë sërish tek bekimi. Faleminderit shumë, gjithë të mirat gëzuar. Gjithashtu. Ankandi i ikonave, një traditë që bashkon besimin me solidaritetin. Pas meshës, nisi një nga momentet më emocionuese të ditës, ankandi i hapur i ikonave. Të vendosura me kujdes mbi një tryezë të gjatë, ikonat të rriqin vëmendjen e besimtarëve që vështronin me respekt, por dhe me një ndjenjë personale lidhje shpirtërore. Ankandi kishte një qëllim të qartë, mbështetjen financiare për mbijetesën dhe rimëkëmbjen e kishës, por në thelb, ai ishte më shumë se një mbledhje fondesh, ishte një akt komunitar. Njëra pas tjetrës, ikonat prezantoheshin dhe antarët gënin dorën për të bërë ofertën e tyre. Kryqin e nderuar i kishës sonë, ruajtës i kishës sonë, ruajtës ortodoksisë, kryqin e nderuar i cili papu gjithmonë del me të dhe bekon njerëzit, besimtarët, antarët e kishës sonë, kryqi i cili bekon ujin e 6 janarit edhe çdo ujë tjetër, kryqin e nderuar i kishës sonë. Okay, fillojmë opening bid, $500. Opening bid. I have one there, kam një aty. 700. I have a 700 there. $700. $700 shkon një. Ke tjetër aty. Kam tjetër aty. 750. Kam një aty. Mbrapa. 800. 800 kam një aty. Tjetër. Kam ndonjë tjetër. 900. I have a 900 there. 1000 atje. Kam 1000. 1100. 1100. 1100 shkon një. 1100 shkon 2. 1100 shkon 3. Të qoftë ndihmë. Familjet të tëra diskutonin me njëra tjetrën se cilin shenjë të zgjidhnin, ndërsa disa besimtarë prisin me padurim ikonën që mbante emrin apo historinë e tyre familjare. Tradita parashikon që personi që fiton ankandin e një ikone e mban atë në shtëpi për 40 ditë, një periudhë reflektimi, lutje dhe bekimi, përpara se ajo të rikthehet në kishë. Një nga organizatorët e ri, Aleksandër Kume, u shpreh për televizionin ton. Kur merr një ikonë në shtëpi, nuk është thjesht një objekt fetar, është një përgjegjësi shpirtërore dhe një mënyrë për të ndjerë kishën pranë jetës së përditshme.